Në samitin e fundit të NATO-s në Haag, udhëheqësit e vendeve anëtare kanë shpallur një plan ambicios për rritjen e ndjeshme të shpenzimeve për mbrojtjen kolektive, me objektivin për të arritur deri në 5% të prodhimit të brendshëm bruto deri në vitin 2035. Kjo nismë është shtyrë nga presidenti Donald Trump dhe shqetësimet e rritura europiane për kërcënimin që po përbën Rusia, sidomos pas agresionit të saj ndaj Ukrainës. Sipas planit të dakurcuar, 3.5% e prodhimit të brendshëm bruto do të shkojë për kërkesa thelbësore të mbrojtjes, ndërsa 1.5% për fusha të tjera që lidhen me sigurinë, përfshirë mbrojtjen e infrastrukturës kritike, sigurinë kibernetike dhe fuqizimin e industrisë ushtarake. Antarët do të hartojnë plane vjetore për të treguar një rrugë të besueshme drejt këtij qëllimi, dhe procesi do të rishikohet në mënyrë të gjithëpërfshirëse në vitin 2029. Deklaratat e samitit përfshin dhe një angazhim të qartë për mbrojtjen kolektive, të përkufizuar në nenin 5 të Traktatit të Washingtonit, sipas të cilit një sulm ndaj një vendi antar përbën një sulm ndaj të gjithëve. Po ashtu theksohet mbështetje vazhdueshme për Ukrainën, duke konsideruar sigurinë e saj si një pjesë të rëndësishme të sigurisë në aleancë. Edhe pse nuk përmendet qartë dënimi i Rusisë, dokumenti e cilëson atë si një kërcënim afatgjatë për sigurinë euroatlantike. Në përfundim, Aleanca nënvizon rëndësinë e bashkëpunimit industrial transatlantik në fushën e mbrojtjes, eliminimin e barrierave tregtare dhe promovimin e inovacionit për të përforcuar sigurinë kolektive në dekadën që vjen.